Në prag të dy ndeshjeve finale të sezonit, trajneri i Vllaznis Tomas Brdari, që ishte pjesë e emisionit Sport Show në TV1 Channel, ai u shpreh kënaqur me sezonin që Vllaznia ka realizuar deri më tani. Unë dhe lojtarët jemi të kënaqur me pjesën e mbyllur të sezonit deri tani. Kemi bërë mirë në përgjithësi dhe tani përpara kemi dy ndeshjet më të rëndësishme të vitit, por jemi optimist dhe kjo ka rëndësi. Kishim një sezon të vështirë dhe meritonim të jemi në këtë pozicion. Njerëzit kërkojnë Vllaznin e sezonit të parë kur ishin në Shkodër, por ndryshojnë shumë gjëra. Lojtarët që kam në dispozicion, situatat e ndryshme në klub, objektivat, por besoj se kemi luajtur një futboll të zgjuar. Unë kam punuar me lojtarët që më kanë sjell. Merkaton e kam bërë unë, drejtori teknik, presidenti, të gjithë së bashku. Brdari foli edhe për kundërshtarët, situatën me ekipin e tij dhe të rinjt. Egnatia ka një projekt të cilin e ka nisur 3-4 sezone më përpara dhe punon me të dhe për të me një punë të rregullt, ndërsa ne po punojmë me një skuadër të krijuar brenda një viti. Unë nuk jam kurrë i kënaqur me atë çfarë kemi bërë, prandaj kërkoj më shumë. Nëse nuk dalim kampion, jeta vazhdon, do të jetë e vështirë dhe goditja e fortë për ne. Stojanovic, pavarësisht rastit, është pjesë e Vllaznis dhe nëse do të jetë gati për të luajtur, ka shanset për t'u aktivizuar, por nëse është i dëmtuar si në ndeshjen e fundit, nuk do të jetë pjesë e skuadrës. Edhe Juri, që është pjesë e ekipit, është çështje speciale, por këtë pyetje duhet t'ia bëni dikujt tjetër. Nuk kam unë probleme me të, është një djalë i mirë. Të rinjt duhet të punojnë më shumë, duhet të ulin kokën dhe të punojnë me seriozitet. Delaj për shembull kishte një rritje gjatë këtij sezoni, mori edhe minutat, por nuk e vazhdoi më zhvillimin e tij në fushë, u bllokua. Kjo është ajo çfarë njerëzit përreth nuk e kuptojnë, ndërsa për ne është ndryshe. Ne zgjedhim lojtarët që janë të gatshëm. Kjo është për të gjithë të rinjt, duhet punuar shumë më shumë në mendjen e tyre. Kam parë tek Servitën 3 apo 4 ekipe së bashku një fushë dhe është shumë e vështirë për të pretenduar për lojtarë të mëdhenj shumë të talentuar për të ardhmen me këto kushte sportive, pavarësisht punës së mirë që bëhet tek akademia. Shkodra është qyteti evropian i sporteve për këtë vit. E kam dëgjuar e çuditshme. Është një fatkeqësi që në kështjellën e futbollit shqiptar të mos zhvillohet kampionati evropian i të rinjve, sepse ka vetëm një fushë futbolli. Nuk dua të ankohem sepse e kam bërë herën e parë dhe ja kam vendosur vetes objektiv që të mos flas më për këtë temë, por ju i mbani mend në të gjithë sezonet e fundit, gjatë gjithë timit ka rezultate të dobta, lojë jo të mirë dhe mungesë të performancave. Nuk është vetëm tek Vllaznia, por tek gjitha ekipet dhe këtë lidh me mungesën e terreneve. Gjatë dimrit ne stërvitemi në kushte jo normale, që nuk mund t'i besoni, dhe kjo pastaj ka pasojat e veta. Nëse doni të rriteni, duhet të përmirësoni kushtet dhe kjo është detyra e federatës, e klubeve dhe e bashkive. Shkodra si qytet evropian i sportit për vitin 2025 është një çudi e madhe sipas Brdarić, i cili thotë se djepi i futbollit sot ka vetëm një fushë sportive për 10 ekipe. Sipas tij mungesa e terreneve është një fatkeqësi dhe pengese drejt për drejt për zhvillimin e talenteve në futbollin shkodran dhe atë shqiptar. Na duhet të punojmë fort këto 2 javë dhe jemi të përqendruar, por edhe të disiplinuar. Djemt duken të uritur dhe së bashku me tifozët dhe qytetin duam të krijojmë një atmosferë të veçantë, të jemi të gjithë në unitet për gjatë 90 minutave. 2 herë na mjafton dhe të sjellim titullin në Shkodër. Larg komenteve të teknikut Kuçëblu nuk mbeti as faza e Final Four, ku tashmë të gjitha objektivat dhe energjitë e Vllaznis janë të përqendruara në këtë ndeshje.